Një përplasje ashpër ka shpërthyer mes DJ Gimbos dhe Rogertit pas një pyetje që ky i fundit i drejtori lidhur me ndarjen tragjike nga jeta të vëllait të mitur të Gjestit. Ngjarja ka shkaktuar një reagim të fortë në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës kanë shprehur indignaten e tyre ndaj mënyrës se si Rogerti e trajtoi temën e ndjeshme. Gimbo në një reagim të tij e quajti pyetjen të papranueshme dhe të pashpirë, duke theksuar se ka kufi që nuk duhet të kalohen, sidomos kur bëhet fjalë për një fëmijë të ndjerë. Nuk mund të duash me fatkeqësinë e dikujt dhe ta kthesh në temë diskutimi para kamerave, shpreh ai duke theksuar rëndësinë e ndjeshmërisë në trajtimin e temave të tilla. Kjo situatë ka nxitur një debat të gjerë mbi etikën e diskutimeve publike në media. Rogerti gjatë bisedës e ngriti pyetjen e tij me një ton që u perceptua si provokues. Si ndodhi situata? Fatkeqësia e Gjestit? Du me ditë se nuk e kam lexu. Kjo e bëri situata edhe më të tensionuar, duke shkaktuar reagime të shumta nga ndjekësit e DJ Gimbos. DJ Gimbo reagoi me një furi të madhe, duke i quajtur Rogertin një i paftyrë dhe duke akuzuar se po luante me ndjenjat e një familje që ka humbur një fëmijë. Ai e quajti këtë veprim të papranueshëm dhe të pamoralshëm, duke theksuar se ka tema që kërkojnë respekt dhe ndjeshmëri. Reagimi i DJ Gimbos ka gjetur mbështetje të gjerë në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës kanë theksuar se tema të tilla kërkojnë ndjeshmëri, respekt dhe heshtje, jo spekulim publik. Kjo ngjarje ka nxjerrë në pa nevojën për një etikë më të fortë në diskutimet mediatike. Debati mbi këtë incident ka hapur një bisedë më të gjerë mbi mënyrën se si media trajton tragjeditë personale. Ky incident na kujton se ndjeshmëria dhe respekti janë thelbësor në çdo diskutim publik. Ai që ndodhi mes DJ Gimbos dhe Rogertit është një shembull i qartë se si mund të kalohen kufijtë e etikës në media. Çfarë mendoni ju për këtë situatë? Lini komentin tuaj poshtë videos.